محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد. Vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje më të dashurit të Zotit ja dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Zoti i madhërisëm në Kur'anin fammadh urdhëron e thot: o ju besimtar, tregoni dhe dëshmoni frikë respekt meritor ndaj Zotit tuaj dhe mos flisni vetëm se atë e cila është e drejtë, e qelluar dhe e vërtetë. Nëse ju e bëni një gjë të tillë, Allahu do ta përmirësojë juve veprat tuaja, do ua fal juve mëkatet tuaja. Kush e pason Allahun dhe të dërguarin e tij, do të përfundojë si triumfues madhështor. Besimtarë nderuar, siç e dini, jemi duke e trajtuar për disa hutbe me radhë hadithin që e transmeton Abdullah ibn Abasi, të cilin pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam e këshilloi me disa këshilla madhështore, të cilat nuk ishin vetëm për të, por dhe për ne si pasues të tij, e që në këtë kohë ai ishte vetëm një fëmijë 10 vjeçar. Gjë që tregon për interesimin dhe kujdesin e veçantë të pejgamberit Allahut ndaj fëmijëve, ndaj rinisë, por edhe ndaj muslimanëve në përgjithësi. Trajtimin burrnor që u bënte atyre, sepse ai për synim kishte prodhimin e një gjenerate që do të barte vlera, që do të edukonte breza, që do ta përcillte mesazhin e Allahut në tokë, gjë që edhe ndodhi. E këshilloi fillimisht me ruajtjen e asaj që është më e rëndësishmja, duke i thënë: ihfazillaha yahfazuk. Ruaje Allahun, Allahu të ruan ty. Pra ruaje fenë Allahut, Allahu të ruan ty. E vetmja mënyrë për me ruajt lidhjen me Allah është ruajtja e fesë së përzgjedhur nga ana e Allahut. Pra nuk është ajo që mendojnë disa se unë mund ta ruaj lidhjen me Allahun sipas mënyrës time personale, sipas këndvështrimit tim personal. Absolutisht jo, sepse nuk ka gjë më të shtrenjtë se sa lidhja me Allahun. Dhe derisa është kësaj, Allahu nuk lejon që këtë lidhje ta ndërtojmë ne sipas dëshirave tona. Sidomos kur e dim që jemi krijesa të kufizuara. Ne nuk mund dim përtej asaj që Zoti na ka dhënë mundësi. Ne nuk mund dalim përtej aftësive dhe mundësive tona. Prandaj nuk ka gjë më të shenjtë dhe më të shtrenjtë se sa lidhja me Allahun. Prandaj Allahu obligon që këtë lidhje ta ruajmë përmes ruajtjes së Islamit. Pra duke i përmbushur të gjitha kërkesat dhe përgjegjësitë që Allahu na ka obliguar me to përmes Islamit. Pastaj tha: ihfazillaha tajidhu tujahak. Ruaj Allahun, atë do ta kesh pranë vetes. Pra Allahu do të paraprit ty me kujdes, me mëshirë, me furnizim, me begati, me lumturi e kështu me radhë. Pastaj tha: idha sa'alta fas'alillah. Kur të kërkosh, kërkoj vetëm Allahut. Pra burimi absolut i të gjitha mirësive, i të gjitha zgjidhjeve, i shërimit të sëmundjeve, i tejkalimit të brengave, i zgjidhjes së problemeve është vetëm Allahu. Ndërkaq krijesat e tij janë mjete që ne i shfrytëzojmë për ta përmbushur përgjegjësinë tonë, ndërkaq zgjidhjen, shërimin
daljen nga krizat eventuale jetësore, e kërkojmë vetëm nga burimi absolut që është Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe në mënyrë më specifike e ka përmendur ndihmën. Prandaj ka thënë: "Wa idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah." E kur të mbështetesh, kur të kërkosh ndihmë, kërko vetëm nga Allahu, sepse nga askush tjetër nuk kërkohet ndihma. Për arsye se askush nuk ka mundësi që ty me të ndihmu ndihmën që ti ke nevojë. Një ndihmë që mund ta realizojë vetëm Allahu, si ka mundësi ti kërkohet krijesave të tij. Është tradhti ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj është pjesa e fundit e hadithit që sot do ta trajtojmë me lenin e Allahut, që e përmbush dhe e sqaron aq bukur çështjen e kaderit, që është një prej kushteve të imanit, pra besimin në kader, besimin në caktimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe pejgamberi i Allahut i tha kësaj Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anha, tha: "Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay' lam yanfa'uk illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak." Dhe dije mirë se edhe sikur i gjithë ummeti, në këtë rast i gjithë njerëzimi, të mblidheshin për të bërë ty një dobi të caktuar, nuk do të kenë mundësi me të bëjë dobi vetëm se përmes asaj që Allahu ka lejuar, vetëm se përmes asaj që Allahu ka caktuar. Pra dhe sikur gjithë njerëzit, qoftë prej dashurisë ndaj teje, qoftë nëse kanë ndonjë interes për teje, apo kanë edhe frikë për teje, mundohen ty me ta bënë një dobi, çfarë do qoftë ajo, nuk kanë me pas mundësi me realizuar dobi, s'ka me pas mundësi ti me përjetu atë dobi, vetëm se nëse Allahu e ka caktuar dhe e ka lejuar. Që do të thotë, dobia është në dorën e Allahut. Dobia absolute është në dorën e Allahut fuqiplot. Nuk është në dorën e askujt. Dhe kjo realisht e çliron njeriu dhe e shpëton atë nga adhurimi i fshehtë i njerëzve. Janë të shumtë ata njerëz të cilët dobin absolute e kërkojnë prej njerëzve. Dikush mund të aplikojë për punë dhe thotë, nëse unë nuk pranohem në këtë punë, unë do të dështoj, unë do të shkatrohem. Qofse ky drejtor kompanie nuk më pranon mua, unë e pata. Qofse ky mjek nuk më trajtojnë mua, unë nuk do të shërohem. Qofse ky hoxh nuk merr përsipër mua, unë do të mbetem i sëmur. Pra e lidhin veten në mënyrë të fshehtë me krijesa. Dhe kjo përbën ortakri në trajtim, sepse Allahu nuk e meriton një gjë të tillë. Është i vetmi i cili garanton çdo shërim për sëmundje, çdo zgjidhje për problem, çdo të kalim dhe largim brengave tona, sepse është burimi absolut. Pra dobia vije vetëm nëse Allahu cakton dhe lejon. Dhe kjo gjithashtu nuk lejon që na mu bë servil ndaj dikujt. Pra nuk lejon Allahu që dikush me qenë servil i tjerëve, që dikush me kriju iluzionet pa qena se njerëzit janë ata të cilët mund t'i përmbushin nevojat tona. Nuk lejon Allahu. Ky është një lloj shtyrimi madhështor. Pra Allahu përmes këtij pasazhi pejgamberik po i shtiron zemrat tona, po i rehaton ato dhe po na garanton se është vetëm Allahu ai që sjell dobi. Nuk janë njerëzit, nuk janë krijesat, nuk janë mjetet, nuk janë gjësendet, është vetëm Allahu i madhrishëm. Pastaj thot: "Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay' lam yadurruk illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk." Edhe sikur gjithë njerëzit mblidheshin, të organizoheshin që ty me të dëmtu me diçka, ata nuk do të kenë mundësi me të dëmtu vetëm se nëse Allahu e ka caktuar, ose mund me të dëmtu me atë që Allahu e ka caktuar dhe e ka lejuar. Përndryshe s'ka mundësi. Edhe sikur gjithë fuqitë botënore bëheshin bashkë, të krijonin aleancë kundër një individit vetëm, nuk po them kundër një shoqërie apo ndonjë shteti të caktuar, kundër një individit vetëm, nuk do të kenë mundësi me dëmtuar atë individ nëse Allahu nuk e ka caktuar një gjë të tillë. Sepse ashtu siç dobia është në dorën e Allahut, është edhe dëmi. Dhe Allahu e ka dëmin nën kontrollin e tij. Allahu e kontrollon dëmin. Sa njeriu ka dëshirë me dëmtu tjetrin, e s'mundet me bëni gjë të tillë. Sa njeriu krijon komplote e kurthe nga më të ndryshmet me dëmtu dikënd, qoftë si individ, qoftë si familje, qoftë si shoqëri, por prapë s'ka mundësi me pas sukses. A nuk na mjafton shëmbëtyra i dhe shkrimi i Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam? Sa herë janë mundu me vra, sa herë kanë bërë atentat, çfarë organizime maestrale kanë bërë për me vra Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Po s'kan mujt me arrit një gjë të tillë. Pse? Allahu e ka domin e robit në kontroll.
Dhe nëse eventualisht na kaplon diçka prej dëmit njerëzve, dhe Allahu lejon me ndodhi gjë të tillë, kjo është për një urtësi që vetëm Allahu e di. Ka diçka aty, ka përmirësive që ne nuk e kuptojmë. Por nëse Allahu dëshiron me të mbrojt, nëse Allahu e sheh më herë mos me të kaplu as edhe një dëm i vogël prej atyne që ata organizojnë, kjo ka qenë më e mira për ty. Pra Allahu e ka në kontrollin e tij edhe dëmin që dikush mund ta shkaktojë ndaj dikujt tjetër. Kjo realisht na shliron edhe nga shumë ngarkesa psikologjike që shumë për njerëzve sot janë duke vuajtur pa nevojë. Ngarkesa të shumta. Po më ka mësysh i keq, kam të bëme, jo ajo, ai më ka bëu kështu. E lidhin fatin me individ, me njerëz. Pastaj e lidhin dobin me njerëz. Gjitha këto janë gabime të rrezikshme. Janë gabime që çojnë në devijime të thella, sepse e lidhin zemrën me krijesën. E lidhin zemrën me njeriu dhe jo me krijuesin e njeriu. E lidhin zemrën me shkaqe dhe jo me shkaktuesin e shkaqeve. Dhe kjo përbën rrezikshmëri të lartë në iman. Prandaj përmes këtij hadithi pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam i qetëson zemrat tona dhe na jep garancë hyjnore, sepse kjo është me vull të Allahut subhanahu wa taala, se si dobia, si dëmi janë nën direktivat dhe nën kontrollin e Allahut madhërisëm. Nuk janë duart e njerëzve. A do të thotë kjo që ne duhet të jemi pasiv? Absolutisht jo. Ne duhet të ndërmarrim të gjitha masat e nevojshme të aktiviteteve tona, të sukseseve tona, të arritjeve tona, por zemrat tona dhe suksesin, rezultatin duhet t'ja dorëzojmë Allahut madhërisëm. Ne i ndërmarrim shkaqet, ne i përdorim mjetet, Allahu është ai i cili i jep rezultate konkrete. Dhe në fund të hadithit thotë rufiatil aqlamu wa jaffatis suhuf. Janë ngritur lapsat dhe janë tharë fletushkat. Pra çdo gjë është shkruar. Çka ne nuk kupton që ky shkrim? Çka ne nuk kupton që ky kader? Shumica e muslimanëve kanë problem me kuptu kaderin e Zotit. Besa besoj që edhe ka dhe pe thirrësve që nuk e kanë të qartë plotësisht çështjen e kaderit të Zotit. Nuk ka dyshim se është një prej çështjeve më sfiduese, sepse është një prej çështjeve më sekrete që i përket botës së gajbit. Pra, duhet shumë me pas kujdes se si flasim për gajbin. Sepse çështja e gajbit, si thon dietarët, edhe çështja e kaderit si pjesë përbërëse e këtij gajbi, është sikur se shikimi në diell. Sa më shumë që e shikon, aq më pak sheh. Për shkak të natyrës së kësaj çështje, është shumë enigmatike, është shumë sekrete. Prandaj sa më shumë që thellohemi në të kuptuarit e kaderit Zotit, aq më pak do të kuptojmë. Për shkak të kufizimeve tona si krijesa njerëzore që jemi. Por, që me pas sa më thjesht. Kur flasim për caktimin e Allahut, kjo e nënkupton informimin dhe lejimin. Por kurse si nuk e nënkupton imponimin. Që dikush mund me menduar dhe me thonë, në rregull be hoç, masi Zoti pas ka caktuar çdo gjë. Masi Zoti pas ka caktuar edhe me vjedh dikush. Atëherë pse mund të shku hajni? Siç ka shku një hajn tek Omeri, radhiyallahu anhu, dhe i ka thonë, o emiri muslimanëve, unë vjedha me caktim të Allahut, me kader të Zotit. Ka thonë, po dhe unë me caktim të Allahut, po ta prej dorën ty. E ka kriju një narrativ të gabume, e ka pas një qasje shumë djallëzore në këtë rast. Tu dash me justifiku hajnin e vet, krimin e vet, ka thonë, apo thoni që çdo është me caktim të Allahut, me caktim të Allahut vjedha, pse po më dënon mua? Ka thonë, po dhe unë me caktim të Allahut, po ta prej dorën. Çështja është kështu. Allahu, për me plotësu drejtsinë e tij absolute ndaj nesh, ai na informon neve. Fillimisht për me dëshmu që është Zot, që është i plot fuqishëm, edhe është i gjithdijshëm. Informimin e përgjithshëm apo informimin universal e ka bën Lauhi Mahfuz, kur e ka shkruar çdo gjë që ka më ndodhur, deri tek ndodhia e fundit që ka më ndodhur në dynjë. Allahu e ka shkruar. Ky është informimi i përgjithshëm. Pastaj është informimi jetësor që ndodh në barkun e nanës. Atëherë kur krijohet fryti njerëzor dhe dërgohet një melek, siç thot pejgamberi Allahut, i dërgohet një melek, i fryn shpirtit me lejen e Allahut dhe me fuqinë e tij, edhe urdhërohet me 4 gjëra: bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun am sa'id. Thot, urdhërohet më u caktu apo më u shkru realisht, më u shkru rizku i tij, furnizimi i tij,
e gjeli i tij, afati jetësor, kur ka me vdek, vepra e tij, se çfarë veprimtari ka me pas, edhe çfarë përjetimi jetësor ka me pas, a ka me qenë fatbardh apo fatzi. Krejt që to shkruan, a do thotë kjo që këto imponohen? Jo. Allah po na informon. Dhe këtë në fund është edhe informimi vjetor që ndodh në çdo natë kadrit, në çdo Ramazan. Allahu i cakton ndodhit vjetore që kanë me ndodh. Gjitha këto Allahu i bën për me përmbush drejtsinë e tij, me tregu që ai është Zot, që ai e din çdo gjë që ju keni me vepru. E para, e dyta ndodh për arsye se Allahu dëshiron që njerëzit ta kenë të qartë se për çdo veprimtari tyre ata kanë përgjegjësi dhe janë nën kontrollin e Allahut subhanahu wa taala. Pra çdo gjë e keni të regjistruar. Por kurse si kjo nuk e nën kupton imponimin. Allahu informon dhe lejon, por kurse si nuk imponon. Pra nëse i ndodh dikujt keq diçka, a imponon Allahu? Jo. Allahu lejon me ndodh ajo, por urtësi të shumta të caktuara. Për shembull, nëse dikush pa drejtësisht e vret dikë, Allahu ja ka imponuar që ti me vra këto? Jo. Allahu ka informuar që ka me ndodh ajo dhe ka leju me ndodh ajo për urtësi të shumta. Nëse ka qenë ma herë për çat viktim mu vra, Allahu kërkuj si alen bosh, ja kompenzon Allahu dhe ja shumë fishon me shpërblime nga më të ndryshmet. Nëse ka qenë ma herë me mbrojt, Allahu e mbron, sikur se ndodh me shumë njerëz. Sa njerëz ju bëhen atentate, po shpëtojnë, sepse Allahu e vlerëson shpëtimin për të si më të mirin, më të duhurin. E sa njerëz viten padrejtisht, sepse Allahu vlerëson se ajo është më e mira për të. Por kurse si Allahu nuk imponon. Për ndryshe, nuk do të kishte sens ekzistenca e xhenetit dhe e xhenemit nëse jemi të imponuar që të veprojmë mirë dhe keq. Atëherë pse duhet të merremi në llogari, pse duhet të shpërblehemi dhe pse duhet të ndëshkohemi? Kjo s'ka logjik. Dhe Allah nuk vepron diçka që nuk përkon me qenin e tij, nuk përkon me drejtsinë e tij, me gjithdijen e tij dhe me urtësinë e tij absolute hyjnore. Besimtarë nderuar, për fund, duhet zemrat të lidhin me Allahun subhanahu wa taala. Këto hadithe të kësaj natyre e pastrojnë imanin ton, e fuqizojnë besimin ton, sidomos në 6 kushtet e imanit, e me theks veçan në çështjen e kaderit, sepse këtu shumica muslimanëve çalojnë. Allahu subhanahu wa taala nuk lejon që zemra një besimtarit të lidhet me dikë prej krijesave të tij. Prandaj thot në Kur'an Zoti i Madhërisht: "Wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu." Nëse Allah ty të sprovon apo të kaplon me ndonjë dëm, me ndonjë fatkeqësi të caktuar, askush nuk ka mundësi me ta largu atë dëm, me të shpëtu prej saj, apo me ta largu prej gjendjes si në ti gjendesh, vetëm se Allahu. S'ka fuqi botërore, s'ka mjek, s'ka hoxh, s'ka njeri. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Nëse Allahu don ty me ta dhënë të mirë, një dhunti të caktuar, nuk ka kush që mundet me e pengua atë dhunti. Krejt bota mu qu, edhe me dash ty me të ndalu prej diçkaje që Allah e ka caktuar si të mirë për ty, s'ka me pas mundësi me ndal. Andaj kushdo që ka synime karrieriste, dëshiron me kry shkollë, dëshiron me apliku ndonjë punë, le t'i ndërmarrë gjitha shkaqet e nevojshme dhe të aplikoj, por dobin, suksesin, duhet t'ja kërkoj vetëm Allahut. Jo atyre që po aplikojmë, jo shkaqeve, jo mjeteve njerëzore, por vetëm krijuesit shkaqeve, Allahut subhanahu wa taala. Nëse dikush dëshiron me martu një vajzë për vlerat që i ka, le t'i ndërmarrë gjitha shkaqet e nevojshme, pastaj Allahu vlerëson se çfarë është më e mirë për të. Nëse është risku i tij, s'ka kush që mundet me ndal, s'kan pas mundësi as print e saj me ndal, sa raste që na i dim. Pse o kanë riski vet, siç thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, për çështën e riskut thot, risku thot, edhe nëse ti ik, ajo prap vjen. S'ta merr Allahu shpirtin pa ta plotësuar riskun. S'ka mundësi. Sa raste kanë ndodhur që na disa furnizimeve i kemi ik, me vetdije i kemi ik, ato prap na kanë ardhur. E sa në raste tjera jemi mundu me i pas, s'kemi pas mundësi me i gëzu edhe me i posedu, sepse këto çështje janë në duart e Allahut të Madhërisëm. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أقم الصلاة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله